Monika Kryemadhi ka treguar se si e mësoi arrestimin e ish-bashkëshortit të saj Ilir Meta. Ajo tha se fillimisht i dërgua një njoftim nga një afërm i ish-presidentit dhe më vonë mësoi gjithçka si dhe pa videon. Të fundit ajo cilëson shokuese, teksa cilëson edhe personat që bën përgjegjës për mënyrën e arrestimit. Si e morë vesh arrestimin e Metës? Për hir të së vërtetës, ma çon një kushëriri i Ilir Metës, është e vërtet apo jo? Të çoj videon apo të pyetje? Më çoi një njoftim, sigurisht që dola dhe shkova për të parë diku në një ambient ku unë rri bashkë me fëmijët që punojnë bashkë, pam, ndërkohë që thoshin është edhe për ty, ndërkohë që mua s'më kishte ardhur asnjë lajm asgjë. Të çuan lajm që je dhe ti apo? Pas 1-2 orësh më morën në telefon nga OPG, ndërkohë doli dhe video e rrëmbimit të tij. Për mua sigurisht që ishte shokuese, por më shokues janë personat që e kanë bërë atë. Kush janë personat që e kanë bërë? Për mua është Neritan Albati, sepse Spaku publikisht doli dhe tha që ne nuk kemi marrë pjesë në. Po, dhe vendimi i gjykatës është që arrestimin e Ilir Metës duhet ta kryejë Byroja Kombëtare e Hetimit. Byroja e Hetimit pastaj ja ka deleguar policisë së shtetit që ne në vendimin e gjykatës nuk shikojmë një gjë të tillë. Edhe vetë në seancë, vetë prokurorët thanë që nuk e kemi bërë ne këtë proces, por për mua Neritan Albati me urdhër të Gysagasit të famshmet. Kujt? Po, Gysagasi është personi që ka urdhëruar mënyrën e arrestimit të Ilir Metës.